Ndihet opozita se ja ka arritur qëllimin me numrat në shesh, apo qytetarët prisnin diçka ndryshe në këtë moment nga opozita? Së parja ishte një protest e jashtëzakonshme me një pjesëmarrje shumë të madhe dhe vetë pjesëmarrja e qytetarëve tregonte revoltën ndaj skandaleve të njëpasnjëshme të kësaj qeverie dhe padyshim që mesazhi i qartë që u dha nga ajo protest ishte padyshim që mbas skandalit të zonjës Balluku, që sot vijojmë si një shtet absolutisht jashtë çdo standardi evropian, që një zëvendës kryeministre e pandehur, pra nuk është në hetim, është e pandehur nga SPAK, vazhdon të ushtrojë detyrën e saj dhe nuk ka asnjë dorëheqje, as shkarkim, ndërkohë që padyshim që është personi i cili mund të prishë prova dhe mund të intimidojë dëshmitar. Nga ana tjetër, një aferë si tuneli Llogaras, por nuk kemi vetëm ato tashmë, që ndërflitet rreth 75 milion euro të zhvatura në popullin më të varfër të Europës, ku qytetarët nuk mbyllin dot muajin, ku pensionistët nuk blejnë dot fruta dhe perime dhe 90% të pensionit të tyre e çojnë për ushqimet bazë dhe ku gjithë kjo aferë korruptive nuk është e vetme, por tashmë kemi dhe 6 lote të unazës së madhe. Dhe këtu kjo së bashku me aferën e Akshit, që padyshim që ishte shumë tronditse për çdo qytetar, ku kemi krimin organizuar, politikën dhe gjithë institucionet shtetërore, ku merren peng biznesmen nën urdhrat e policisë shtetit, pikërisht për të tërhequr ankesat e tyre për sa i përket prokurimeve publike dhe si ato caktohen nga zyrtarët e lartë, padyshim vërteton atë akuzë të ish zëvendës kryeministrit zotit Ahmetaj që Akshi ishte padyshim kopshi i kryeministrit. Dhe jo vetëm kaq, por filmimet, mesazhet dhe çdo gjë tjetër të asaj dosje ku padyshim Ergys Agaci si personi që drejtonte krimin organizuar dhe prezenca e krimit organizuar opozita e ka dëshmuar ndër vite, raporti OSBE Odirit gjithashtu, pra përfshirja dhe lidhja që ka kjo majorancë me botën e krimit organizuar, kur shkon në këtë nivel, jo vetëm në gjithë tenderat e Akshit, që në një për llogaritje janë mbi 530.000 euro, milion euro të menaxhuara, 530 milion euro të menaxhuara nga 2017 deri më sot, pra shumë, absolutisht shumë fonde, dhe këtu kemi parasysh që menaxhon ILB edhe gjithë agjensitë e tjera, pra një vatër korrupsioni. Dhe e veçanta e kësaj skeme është që tashmë kemi një grup të strukturuar kriminal. Pra, fakti që kemi një vepër të tillë penale dëshmon në fakt gjithë atë çfarë ka thënë opozita. Dhe nga ana tjetër një sjellje e kryeministrit, kur në vend që të shkarkoj zëvendës kryeministrit, padyshim e merr në mbrojtje, sepse të gjithë jemi koshient që vendimarrësi nuk ka qenë as zonja Balluku, as zoti Ergys Agaci, po ka qenë padyshim kryeministri. Dhe ajo protest ishte një revolt ndaj gjithë kësaj situate dhe padyshim dy kërkesave që i ka emergjente Shqipëria sot, qoftë largimit të Edi Ramës, qoftë një qeverie teknike që do të çojë më pas në zgjedhjet lira dhe ndershme. Shetor, si e pe protestën e ditës së djeshme, sepse në qoftë se ndalemi të kërkesat, këto nuk janë kërkesa të reja. Janë kërkesa që ne i kemi dëgjuar shpesh, por që sapo afrohemi datës së zgjedhjes, gjithmonë edhe sfumohen. Janë më të forta nga opozita këtë herë, janë më është më dominuese opozita këtë herë me këto kërkesa? Brana, ti ke një emision që ke programuar gjatë javës, ke orarin tënd, dhe në një farë mënyrë edhe kërkon të rritësh popularitetin, shikueshmërinë e gjithçka tjetër. Prej kohësh, çfarë bën opozita, të paktën ato, për mua ka hapur një emision që quhet Protesta, që ka orarën e vetë, ka ditën e vetë, ka shfaqjen e vetë, por që shikueshmëria gjithmonë i bie, nuk është më prajmë. Dhe në këtë kuadër, derisa nuk arrin dot frymëzojnë njerëz, për më tepër që kemi të bëjmë me një forcë politike,
përderisa rezultatet e saj janë gjithmonë në rënje, përderisa gjitha sondazhet e nxjerrin si ende të pabesueshme, dhe që është i jashtë funksionit të saj si opozitë, është e kuptueshme që në këtë kuadër nuk është momenti apo themi që unë të them që nuk po e bëjnë rolin e tyre. Ta bëjnë si duan. Ai çfarë themi është pikërisht, ne jetojmë në një situatë e cila ka një kërshende shumë të madhe të ngjarjeve, të zhvillimeve, dhe ku në kushte tjera një opozit mund të ishte një aktor shumë i rëndësishëm politik. Unë nuk e shikoj fare këtë gjë, dhe as qytetarët me sa shofun nuk e shikojnë si një aktor i cili mund të mbaj përgjegjësi për nesër, për fatet e vendit. Ai që më tepër që kemi të bëjmë me një formacion politik që dikur ka qenë në vrull apo në plan të parë për gjithë aspektin e drejtimit të shtetit e tjerë. Kemi një rënje të gjithanshme. Dhe në këtë kuadër, unë nuk shikoj që të ketë një lloj mbështetje qytetare, nuk shikoj që tezat e tyre të zënë vend, janë përsëritje të njëra tjetrës, nuk është se ka një aksion, janë vetëm gjetje të momentit, ka një politikë e cila është e çorganizuar, nuk ka asnjë lloj strategjie të kësaj natyre. Ditën e djeshme që kishte shumë të tepër njerëz, ndoshta të ndikuar edhe nga skandalet e njëpasnjëshme? Ajo çfarë pas unë dje, ishte vetëm një lloj gare, duke kujtuar që secila nga këto partitë tjera opozitare bën protestën e tyre. Bërin fillim lëvizja Bashk, e cila kishte shumë pak. Pastaj bëri Shehaj. Shqipëria bëhet, po. Pastaj bëri Shehaj, më pak akoma. Pastaj bëri Llapa. Kishte diçka më tepër se këto. Gjithë qëllimi i djeshëm i zotit Berisha dhe i Partisë Demokratike ishte për të treguar që nga gjithë të tjerët ne jemi më të fuqishëm se këta. Dhe gjithë mobilizimi ishte jo për të bërë thjesht se do të zgjidhin diçka, por thjesht për të treguar që gjithsesi ne mbetemi më të mëdhenj të opozitës dhe na takon neve që të jemi edhe lideri i opozitës që është zoti Berisha. Gjithë thelbi i zotit Berisha është vetëm fakti për ta pranuar atë që është ai lideri. Kjo nuk i prish punë njeriu, më fal. Kjo nuk i prish punë njeriu fare, domethënë se është lideri i opozitës apo jo. Qytetarit nuk i intereson kjo. Kjo mund të interesojë zotit Berisha, për të qenë ai i cili si figurë politike dhe që në fundit mirë apo keq është opozita, ai mbetet lideri i saj. Çështja është më e thellë akoma. A ka këllë që kjo opozitë marri përgjegjësi apo të jetë më aktive apo të jap një kontribut tjetër për vendin? Me sa shoh unë, nuk e ka as dëshirë, as strategji, por që është e mbetur që ne mbetemi aty, që të jemi pjesa më e madhe e opozitës dhe që në gjitha rastet ne të jemi pjesë e tryezës të zgjedhjeve politike. Kjo strategjia për fajin e ka opozita nuk pimë ujë. Pse? Nuk pimë ujë se ato të vërteta që ka thënë doktor Berisha mund t'ju vi keq, mund t'ju vi mirë, por rezultojnë vërteta. Fakt është sot që nuk qeveris opozita. Fakt është sot që qeveris kjo majorancë, e cila duhet japi llogari ku kanë shkuar miliona euro, si janë lidhjet e saj me krimin organizuar, si janë gjithë këto afera dhe këto vjedhje që bëhen qytetarëve më të varfër në Europë, dhe këtu është përgjegjësia e kësaj majorance që nuk jep imunitetin zvendës kryeministres dhe nuk hap drejtësisë mundësinë për të vepruar, sepse çfarë ka ndodhur sot që flasim. Ju e dëgjuat edhe kërkesën e grupit parlamentar Partisë Demokratike të Këshillit Mandateve për të thirrur në mënyrë urgjente Këshillin e Mandateve dhe për t'i hequr imunitetin, dhe duhet të sqarojmë për qytetarët, e vetmja gjë që bën parlamenti është shef, në qoftë se imuniteti apo ky hetim është politik apo jo. As nuk shef prova, as nuk vlerëson prova, por vetëm i hap rrugën jeshile hetimit
të Spakut dhe prokurorët në mbledhje kanë thënë ne kërkojmë sa më shpejt, sepse zonja duke qëndruar në detyrë mund prishi prova dhe mund të intimidojë dëshmitar, prandaj dhe u kërkua kjo mas e menjëhershme nga ana e Spakut. Sot që flasim, Partia Socialiste dhe kryeministri kanë vendosur të përdorin burojën politike ndaj këtij hetimi. Ndryshe nga ç'thoshin më përpara që nuk kemi ne mburoje për drejtësi, ne japin imunitetin, ka pasur raste të më përparshme të zotit Ahmeta dhe të tjerëve që imuniteti është dhënë në mënyrë të menjëhershme dhe sot që flasim Këshilli i Mandate dhe kryeministri nuk jep imunitetin ndaj zvoncë kryeministrit.